Tani, relative kjo. Ata që kërkojnë dorëheqjen kanë të drejtën e tyre të kenë çdo kërkesë. Por theksoj edhe një herë, në mënyrë absolute, në kushtet e një plural, nuk ka njeri në Shqipëri të ketë dhënë dorëheqje më shumë se unë. Edhe ju garantoj se kur nuk e kam patur një akt aq të vështirë dhe dhimbshëm dorëheqje. Jo. Por dhe në rast se zgjedhjet do të ishin zhvilluar në kushtet një kuadri normal, të vlerësuara jo vetëm nga ne, por nga komuniteti ndërkombëtar, ju siguroj se javën e tretë, maksimumit 4 pas tyre, Sali Berisha nuk do hynte më në këtë zyrë. Jo. Unë i kam faktuar këto. Por, në kushtet e një farse elektorale, për Sali Berishën ka një mision. Dhe ky mision është të bëjë çdo përpjekje. Bashkë për të bindë shqiptarë të ngrihemi, të largojmë Edi Ramën dhe të votojmë të lirë si qytetar. Këtu gërshëtohen shumë. Së pari janë çakete janë altoparlantët e qeverisë, të cilët e dinë se problemi absolut i Edi Ramës është Sali Berisha. Dhe në fakt, unë do vazhdoj të jem problemi i tij me të gjithë forcën time. Edhe i narkoshtetit, edhe i krimit, sepse nuk bëj kompromis me këto. Në fakt, sot, pas këtyre zgjedhjeve, ndjehem më i motivuar se kur në këtë betejë. Pse ndjehem më i motivuar se kur? Se është një mision kjo. Nuk është mision për pushtet më. Do ta di çdo demokrat. Po nuk larguam Edi Ramën, opozita në pushtet s'vjen kur. Nuk ka. Shtroni pyetjen se cili prej jush. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, në rast se nuk do ishin arrestuar 2 liderët e partive kryesore opozitare në vitin elektoral dhe i dhënë tjetri për djegje penale, në rast se nuk do ishin organizuar me paratë e takspaguesve në kundërshtim me ligjin në periudhën e ndaluar me ligj për të ndikuar të zgjedhësit 4530 aktivitete. Në rast se qeveria nuk do kontrollonte 90% të mediave, në rast se punojësit e administratës publike që duhet të jenë shërbëtor të qytetarëve shqiptarë nuk shndrohen në plaçkitës dhe policë të votës tyre, në rast se me fondet tuaja nuk do të jipej çdo pensionisti 100 euro për vot, për të marrë votën, në rast se nuk do faleshin 1 miliard e 700 milion euro gjoba dhe kamata 10 viteve të fundit, në rast se nuk do bëheshin 10 mijëra punësimet përkohshme dhe të jepeshin 10 mijëra leje ndërtimi, legalizimi, certifikata pronësie, të gjitha këto në kundërshtim me ligjin. Në rast se nuk do licencohej mbjellja 28.000 hektarëve kanabis nga 200 hektarë. Tani, unë e di që ka njerëz që duhen t'i rrafshojnë, t'i bëjnë të paqena këto, por këta janë mjeran. Ja u them, këtyre të cilët e bëjnë me qëllim këta janë sklever, janë mjeran, janë shërbëtor me lek ose pa lek të një regjimi të rryrë për shqiptarët. Ata që nuk e kanë qartë, ata duhet i lexojnë edhe duhet të dinë se në këto rrethana zgjedhje nuk ka farsa elektorale. Dhe kjo është arsyeja që Sali Berisha vazhdon më i motivuar se kur këtë betejë me besimin e madh
se do t'ja dalim, të largojmë këtë të keqet madhe nga pushteti dhe shqiptarët të votojnë të lirë. Beteja ime është një betejë për liritë më themelore të shqiptarëve. Faleminderit.